Qysh i pagujti për parim Rama borxhet? Kur pati ardhë për parimi prej Londrës e i hyni garës për kryetar Prishtinës, i dim se cili borxhet shumë milionshit e cilat i ka pasaj. E për 3 vjetë si kryetar, për parimi i ka pagu hiq më pak se 2.4 milion euro nga borxhet që i ka pas. Është shumë e rëndësishme na tregu kryetarin nderuar se qysh për 3 vjetë i ka kryer këto borxhe. Ku i mori për parim Rama 2.4 milion euro. Këto që kam për i flasë janë të dhëna publike nga deklarimi pasurisë vetë për parim Ramës. Por edhe një pjesë tjetër interesante, e këtu mundëri me mdimu edhe jo. Më të regoni se qysh mundet një veture para 3 vjetë me kushtu 60.000 euro, e mas 3 vjetë, do më thonë në vitin 2024, kësaj veture me ju rrit vlera nga 60.000 euro me u bo në 80.000. Cila është logjika që një veture si rritet vlera me kalimin e vitëve? A nuk i shkëndosh me i ra vlera kësaj veture? E për krejt këto, për parim Rama, ishtë dashtë mje spjegim do një prokurorit të prokurorisë speciale e normalisht edhe para qytetarëve të Prishtinës.